Sot u ndodhem për Aldo, i cili ka bërë një vepër shumë të madhe, ka bërë dokumentarin Aldo në Iran, edhe librin e tij shumë fantastik. Më pëlqeu shumë njerë ta nis nga filmi. Ishte një film shumë mallëngjyes. Ishte një film prekës që shikoja ato nëna me shami të zezë duke kërkuar ndihmë për të parë fëmijët e tyre apo të afërmit e tyre. Dhe nga kjo që u nis edhe Aldo për të bërë këtë film edhe për të ardhur për t'i çuar amanetin e atyre në vend. E dyta ishte libri, që ishte fantastik, ishte një libër pothuajse real, mund të thuash që ishte thriller, dhe ishte një libri ishte thriller, por në fakt janë histori të vërteta dhe të jetuara që ngjallin shumë interes për njerëzit. Atëherë do ta mbyll që suksese Aldos, falenderoj Allahun që e bëri kështu Aldon edhe suksese të mëtejshme në rrugën e tij.